Më radhë, fitore e vogël apo e madhe e Partisë Demokratike kjo? Rihapja e gjithë Tiranës. As e vogël, as e madhe, në fakt është detyra jonë si Parti Demokratike për të mbrojtur votën e qytetarëve, është angazhimi jonë për të garantuar zgjedhje të lira të ndeshme dhe është pjesë e atij procesi, kështu që nuk do ta konsideroj fitore më shumë se sa vazhdimi asaj përpjekje të përbashkët që po bëhet nga gjithë strukturat e Partisë Demokratike për të arritur standardin minimal të zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme për të faktuar farsën elektorale që ka ndodhur me 11 maj. Betejë jonë në fakt sa i përket hapjes të gjitha kutive të qarkut Tiranës, përfshirë votat e subjekteve politike dhe votat e kandidatëve ka 3 objektiva. Objektivi i parë që është edhe kryesori ka të bëjë me faktimin e farsës elektorale. Në kutitë e votimit, në momentin që hapet, ti nuk arrin dot të gjesh shkelje që ka ndodhur përpara ditës së votimit, pra nuk arrin dot të dallosh një vot të blerë apo një vot që është marrë me një leje legalizimi, me një pension, me një ndihmë ekonomike, me presion, me intimidim, se s'ke si, po themi fletë e votimit në atë kuptim duken të gjitha njësoj dhe nuk flasin. Por arrin të kuptosh disa fenomene që ne i kemi denoncuar. Për shembull, ju i dini që ne në mënyrë të përsëritur në njësinë numër 5 të rruga Sami Frashi, në Astir, në Lushnjë apo në fshatin Pekish të Bashkisë Peqin. Pekish i famshëm tani më. Ne kemi denoncuar se si Partia Socialiste kishte ngritur disa zyra ilegale, të cilat funksiononin paralelisht me qendra votimit, në të cilat u gjenden lista zgjedhësish dhe flet votimi. Dhe të gjitha të dhënat dhe indicjet e këtyre zyrave ilegale të çojnë ose të bëjnë të besor që është përdorur qendria ndryshe si metoda e trenit bullgar, nëpërmjet të cilës një flet votimi i jepet zgjedhësit e gatshme dhe pastaj e nxjerr fletët e votimit nga qendra në mënyrë që të plotësohen. Nga ana tjetër ne kemi pasur shumë raste Flavio që i kemi denoncuar kur në qendrat e votimit kanë humbur fletët e votimit. Për shembull kishim një rast në Lushnjë që kishte humbur 500 fletë votimi. Po, dhe tani çfarë mund të kuptojmë nga këto kuti? Së ne mund të kuptojmë, po themi, nëse kemi pasur manipulim të proces verbaleve. Pra në proces verbale mund të ketë ndodhur që ndryshe nga sa ka rezultuar në kutitë e votimit, po themi janë manipuluar apo janë falsifikuar proces verbale dhe rezultatet e tyre, qoftë sa i përket votës partive politike, ashtu dhe votës së kandidatëve. Nga ana tjetër ne mund të kuptojmë nëse po themi ka ndodhur mbushja e kutive, dhe mbushja e kutive përgjithsisht rezulton në ato raste kur ke më shumë fletë votimi se sa numër zgjedhësish. Dhe nuk kanë qenë të rralla raste që i keni raportuar, të cilat për shembull në Prenjas apo në zona të tjera, në të cilat po themi ke pasur në kuti më shumë fletë votimi se sa numri i zgjedhësve. Dhe kjo nuk mund të rezultojë në asnjë mënyrë tjetër përveç se kur ka mbushje të kutive dhe zakonisht situata të tilla të dalin dhe jashtë kontrollit dhe ke të pamundur pastaj të rakordosh proces verbalin, listën e zgjedhësve, fletët e votimit e shumë rrallë, dhe pastaj fillojnë disa herë të dalin më shumë fletë votimi se votues, pastaj të mungojnë disa fletë të tjera kështu me radhë, pra të gjitha këto mospërputhje, të cilat nuk janë të rastishme dhe nuk janë gabime njerëzore, se tani është mësuar pak po themi ky diskursi që gabime njerëzore, gabime teknike, procesi i gjatë, njerëzit e lodhur e kështu me radhë. Jo, nuk është kështu. Në fakt kur këto gabimet bëhen të shpeshta, shndërrohen në një faj dhe pastaj kur të gjitha gabimet i shkojnë për shtat vetëm një subjekti politik, nuk besoj që janë kaq shumë gabime se sa janë një skem e mirë menduar. Edhe nga ana tjetër, gjatë pak më të Barsaletën me gruan që kishte ikë 3 ditë kur kishin kaluar 2 ditë, do ikte vetë nesër. Dhe nga ana tjetër, nëse në fletët pra në kuti, përveç mospërputhjeve që mund të ekzistojnë në proces verbale ose tjetërsimit apo manipulimit të rezultateve, mbushjes së kutive që mund të rezultojë më shumë fletë apo pra mospërputhjet e numrit të fletëve në fakt që duhet gjenden në këto kuti në raport me numrin e votuesve, nga ana tjetër jemi të bindur dhe kemi pasur edhe raportime që ne do gjejmë fletë, po themi të cilat janë të ndryshme nga fletët e votimit. Për shembull janë formë tjetër, ngjyrë tjetër, pra qartazi dallon që nuk është fletë votimi, është një fletë që është prolluar jashtë, po themi procesit, jo nga ana e KQZ-s dhe jashtë tenderit dhe jashtë dhënë zgjedhësve në mënyrë që të përdoret në këtë proces për të pasur atë fletën e parë të votimit sa i përket metodës së trenit bullgar, apo rastet e fletës së votimit pa vulën e qendrës së votimit, pra janë fletë që nuk kanë vula që duhet kenë në qendrën e votimit, vulën e sekretarit dhe vulën e kryetarit të qendrës së votimit, apo rastet e tjera kur fletë të një qendre të votimit caktuar gjendet në kutinë e një qendre tjetër votimi, edhe këto kanë qenë raste të cilat ne kemi hasur dhe kemi pasur mundësi të denoncojmë. Pra, e gjitha kjo, domethënë, në vlerësimin tonë të gjitha këto shkelje të cilat do rezultojnë nga
procesi i rinumërimit dhe rivlerësimit të gjithë votave të qarkut Tiranës, se janë rreth 470.000 fletë votimin në total duke përfshirë dhe votën e diasporës, sigurisht që në vlerësimin tonë prollojnë fakte, indicie dhe prova të tjera, shtesë përveç atyre që ne kemi pasur deri tani, që faktojnë farsën elektorale të 11 maj 2025. Megjithatë, zotë Loku, lutem, lejoni një ndërprerje, se kjo loja juridike është edhe pak lojë nervash. Ka një përpjekje, le të themi, për ta ezauruar publikun, për ta ftohur, për ta neveritur madje nga ky proces dhe për ta bërë të mirë pranuar rezultatin e 11 majit. A mendoni se koha punon kundër jush në këtë aspekt? Jo. Dhe a ka njerëzit atë durim, apo ka dhe një përpjekje institucionale, le të themi, për t'ju humbur dhe juve durimin? Jo, në fakt të më thënë... Apo ka kode, është larg shtatori? Jo, në fakt Edi Rama, Partia Socialiste dhe gjithë përfaqësuesit e tij, kudo që janë, përfshirë ata që janë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po bëjnë përpjekje maksimale që ky proces të përfundojë sa më shpejt. Okay. Pra, jo vetëm procesi të përfundojë sa më shpejt, por dhe diskutimi mbyllet sa më shpejt. Po, dhe kjo është arsyeja, ju për shembull keni nxituan të hapnin diskutimin e keni dëgjuar disa analizës brendshme të PD-s. Në këto seancat e kasi që thonë për shembull ne 10 ditë kohë kemi, duhet ta përfundojmë se s'do rrim këtu gjithë verën me ju etj etj. Pra, të gjitha këto çfarë janë. Dhe na është thënë, po themi edhe në mënyrë private, kështu që përpjekja maksimale që po bëjnë përfaqësuesit e Partisë Socialiste, Partia Socialiste dhe Edi Rama është